Muhamet Ali Demaj do t'i kthehet qelisë për të qëndruar 2 vjet më pak se që ishte vendosur më 2024-ën. Në rigjykimin ndaj tij për krime lufte në Izbic, Ali Demajt u zbrit dënimin në 13 vjet nga 15 sa ju kishte shqiptuar atë kohë. Gjykata ka vërtetuar se pjesë e forcave paramilitare serbe që kishin kryer masakra ishte edhe istogasi Ali Demaj. Është fajtor se ka kryer veprën penale në bashkëkryer krime të luftës kundër popullsisë civile e sankcionuar sipas nedit 142. Të akuzuarit i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. I vazhdohet masa paraburgimit deri në plotkoqëshmëri të këtij aktgjykimit, por jo më tepër se sa dënimi shqiptuar. Në bazë të nedit 450, të njëjtit kod, i akuzori Muhamet Ali Demaj obligohet t'i paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas vlerësimit të kësaj gjykate. Dënimi nuk ju duk i mjaftueshëm të afërmve të viktimave. Pse është pak, nuk janë konë shtonës aty 137 njerëz më vrau. Njerëz janë konë. Nona dikuj, boba dikuj, vlozën dikuj, motra dikuj. Ndryshe, në seancën fillestare më 29 prill 2022, në gjykimin e parë, Ali Demaj ishte deklaruar i pafajshëm. Njëjtu deklarua edhe në seancën e rigjykimit më 23 tetor 2025. Në fshatin Izbic të Skenderajt, më 28 mars 1999 u ekzekutua me armë automatike 130 persona, prej të cilëve 114 viktima u identifikuan gjatë hetimit nga Prokuroria Speciale, kurse 12 civil mbijetuan. Ndërkohë, masakra Izbicës ishte pjesë edhe e aktakuzës në Tribunalin e Hagës, ndaj shudhecëve serbë si Milan Milutinović, Sreten Lukić dhe të tjerëve.